Ishtë dhënë lamtumira e fundit Asim Mujaxhit Osmanit, i cili u nda nga jeta në moshën 88 vjeçare. Kolegë dhe miqtë e tij të sportit që ishin të pranishëm në ceremoni flasin me superlativa për Askon, siç e thërrisnin në jetën e përditshme, kampionin e atletikës. Një figurë qendrore me kualitet në ekipin e atletikës të Shkodrës edhe në ekipit kombëtar. Ne Askon kur kemi filluar në 59-ën, Asko e kanë më i madh se sa na, në moshë më të madhe se na, na ka marrë afër, na ka afru, na ka dhënë atë dëshirën për me punu, për me dhënë rezultate të mira, megjithëse ne në atë kohë kishim një grup të ri shumë të mirë. E kishim jo vetëm shok, na thoj si shok, po e kishim edhe si trajner, edhe si drejtues, si brenda stërviqes edhe jashtë stërviqes. Asko kishte një djalë me një përgatitje të përkryme fizike. Ka qenë një sportist i nderuar, një rekordmen dhe edgarist që rradhi vinë Shkodrës si punë e Askës. Në ardhi keq që gjithse mosha bën punën e vet, por megjithatë mjetet sportist i nderuar, babi i nderuar. Askoja u shoh tek fëmijët e tij pasionin për sportin, ku krahas vajzës që luajti basketbol, djali i tij Ridi ishte pjesë e atletikës. Baba ka qenë i mirë dhe çka ka bë mirë. Nuk ka rrita mi kap, domethënë, edhe unë jam shku të herët. Zolla një rrugë tjetër. TV1 Channel i shpreh ngushëllimet e rastit familjes Mujaxhi për humbjen e njeriu të afërt, si dhe komunitetit të sportit të atletikës për humbjen e kampionit Mujaxhi.